Në shekujt e 17, 18, e sidomos 19, persishtja ishte gjuha e elitës intelektuale islame. Gjuha e poezis mistike dhe sufiste islame dhe një nga 3 gjuhat kryesore të kulturës osmane. Pra, bashk me turqishtën dhe arabishtën, për këtë arsye shumë autor shqiptar, sidomos të kohës së rilindjes, përdorin persishtën ose u ndikuan prej saj. Dua ta bëj një shpjegim, ama koncentrim, të lutem. 2 minuta, inshallah se zgjati më shumë. A ju kujtohet kur e kam spjeguar dallimin midis kulturës dhe qytetërimit? Kam thënë se kultura është tërësia e elementeve, adeteve, zakoneve, ushqimit, pritjes, përcjelljes, dekave, të pamëve, darsmeve, gjuha, përpjekja, mendësia, pra, elementet të cilat kultura është tërësia e elementeve që një etni, një popull e dallon prej popullit tjetër. Kultura shqiptare, kultura kroate, kultura gjermane, kultura kështu. Pra është e përkufizuar. Ndërsa qytetërimi është tërësia e çtyne kulturave, të kombeve, të cilat veprojnë në një ëmbrell më të zgjeruar. Në civilizim, në ëmbrellën e civilizimit, gjithmonë një kulturë është më e forta dhe reflekton të kulturat e ndryshme të kombeve dhe popujve të ndryshëm. Në civilizimin perëndimor sot e ke kulturën anglo-saksone. Megjithëse që civilizimi perëndimor, sipas shumë studiusve, rënjët i ka në antik, në Greqi, unë e them jo,